Qysh ndodhi që Pali, fillimisht quaj Sali, ishte një njeri që e shkatërronte kishën, u bë ai që e ndërtonte mbas takimit të tij me Jezusin në rrugën për Damask. Si shkoi ai për një farisej i devotshëm në një misionar i pandjekur? Ai shkroi një pjesë të madhe të asaj që e quajmë sot dhjata e re, dhe në fund e dha jetën për të njëjtin Jezus që dikur e mohoi. Kjo nuk është egzagerim, kjo është histori. Po çka thonë skeptikët? Ai ndryshoi jetën sepse ka qenë plot me faj për jetën e dhunshme që ka jetuar. Përkundrazi, ai vetë thot që ishte krenar kur i përndeqte të krishterët. A ka mashtruar me qëllim? Për çka? Ai nuk fitoi asgjë, veç rrahje, burg dhe në fund ekzekutim. E vërteta është se vetëm një gjë e shpjegon ndryshimin e Palit. Ai e takoi Krishtin e gjallë dhe kjo ja theu krejt bot kuptimin. Realiteti është se çka ka bë Pali nuk e ndali mëshirën e Jezusit. Jezusi është aq i fuqishëm sa mundet me ngrit prej plohri dikë që e luftoi kundër emrin e tij. E nëse e bëni me Palin, pse jo me ty? Ai Jezus që e takoi Palin është ende duke i takuar njerëzit sot. A do t'i përgjigjesh thirrjes së tij?